A? Pyeta. Është dënu për këtë. Për këtë ka hyrë në burg. Për këtë ka hyrë në burg Erdogani? Për këtë ka hyrë në burg. Sepse kur e ka rezultuar të çfarë ishte? Ka qenë laicizëm apo? Jo, ç'ishte Erdogani. Ç'ishte Erdogani kur ka rezultuar? Ishte asgjë atëherë. Asgjë fare s'ka qenë. Për këtë hyrë në burg dhe për këtë është bërë kryeministër, zotëri. President, më fal. Po. Pra e kupton? Ore, unë e kuptoj shumë, po ti jam kupton mund çfarë po bëjnë këto në Shqipëri. Unë e kuptoj vëlla. Po pikërisht duhet të jesh i tillë që të veshë majt pushtetit. Ky është sublimimi. Pra të bësh një gjë që është e rëndë, të futesh në burg dhe pastaj të bëhesh president. Ai ka bërë arritjen në vendin e vet. Ti për çfarë kërkon të marrësh atë model në Shqipërinë tonë? Për çfarë? Thonë se kam thënë pra mendim. Po e diti ç'a abuzimi është? E diti ç'a abuzimi është ai apo jo? Sultanat. E diti ç'a është abuzimi? E di ç'a abuzimi është ai apo? Objektin e kultit ti thua që është gazer mushtar, është Hem Terezimo. Objekti i kultit është vëm paqe, më vëm falje. Ka thënë Erdogani këtë po pra po, atë turkun, ka marrë. Po pra po, sepse e ka filluar manipulimin para se të filloj politikën. Është shumë i qartë ai mënyrën se si e ka kriju strukturën për test përpara. Kush vjen në krye të shtetit pa? Do të shkretësh mbi kufoma, të kam thënë gjinish. Po ti je shumë i ndjeshëm si natyrë dhe ti nuk e pranon këtë debat me mua. Nuk e pranon këtë debat. Tani, përse dy imam në një xhami ledi, kemi ndonjë kështu këtu? Kemi ndonjë sinkron ose ndonjë foto? Të lutem? Te kjo pyetje? Se nuk duhet t'ju mbasim. Po, kemi këtë foto këtu, që e pam pak më parë, të imamit të... Kemi dhe foton tjetër të imamit turk. Kush është foto e imamit turk, Ledio? Ja, kjo. Po këtu në profili, ky është profili i Facebookut të imamit turk. Po të kishim një foto më të madhe, ta shkonin tamam fytyrë burr. Ky quhet Enes Bashir. Enes? Bashir. Bashir. Shih pastaj gjeni një foto më të madhe të këtij Enesit, Ledio. Lutem. Bashtur. Bashtur. Enes Bashturin. Pra shihni të profilin e nxirr ta shohim çik më afër në fytyrë. Mirë Çani. Dy imam në një xhami. Mini kemi zgjedh titujt. Jo, Shqipërinë e rimori turku. Titulli ke qati, domethënë. Përse dy imam në një xhami? A mund të ketë dy drejtues ky emision? Ka emisione që bëhen me dy veta, po njëri është gjithmonë kryesor. Pra, njëri është gjithmonë kryesor. Kurse këto janë të dytë barabartë. Je i sigurt? Po imam njëri, imam tjetri. Do të jetë turku, më shik. Lutem një minutë. Po, nuk diskutohet, po flas me aparencën. Dy imam janë një lloj ato, Tani historia është goli tjetër që na ka bërë Rama. Rama imponoi çarjen dhe ndarjen e muslimanëve. Sepse logjikisht që ky objekt, i cili u financua nga shteti turk, nga populli turk, erdhi në Shqipëri dhe do ta menaxhojë komuniteti musliman shqiptar. Zoti Erdogan refuzoi dhe u krijua një fondacion jashtë komunitetit fetar. Kjo është perl fare. Komuniteti krijon një komunitet tjetër për të menaxhuar fen. Do gjetë një zgjidhje pra se nuk i dënoi ata. Po pra, po zgjidhjen duhet ta bësh në funksion besimtarëve të tuaj. Po kush vjen për to më gjenish? Po unë këtë po merrem valla tash. Politike më bë. Atëherë me Erdogani ve presidentu dhe bim rahat valla. Pa i është realisht. Tash. Tash më dëgjoj pak. Kjo xhami në këtë formë tregon që ato do administrojnë xhamin. Çfarë administrimi do bëjnë xhamin ato? Banjot, tualetet, dyqanet, parkimet. Po s'kan sjell administrator, kanë sjell imam. Imami administron jetën fetare. Punëtorët do jenë shqiptar. Imami administron jetën fetare. Rama me legjitimimin e kësaj se gjitha këto janë formula të Ramës. Leje çfarë thon këto hipokritët e komunitetit musliman. Që dalin dhe thonë, shiko se ne patëm sot u tmerrova fare. Ka reaguar ata? Sot dolën dhe thanë, ne patëm ftesë nga kryeministri, po nuk shkuam. Kundër rrymave religjioze politike. Jam kundër Gylenize. Kam shkruar që në 2008 i pari fare, po më fal një minutë. Gylenistët që janë në Shqipëri, ka profilin bllokuar. Pse? Profilin Facebookut ti e ka të bllokuar, nuk akseson dot. Ky turku pra, imami turk. Po sepse ndodhi diçka. Ç'a ndodhi? Ai ishte i pari që tha sapo ka marrë emërimin nga Dianeti turk për të qenë imam i xhamisë në Tiranë. Nga që filloi rrëmuja në Shqipëri, fillon reagimet, ai u tërhoq atje, badi ka bërë dhe diçka tjetër. Jam tërheq, nuk do shkoj imam në Tiranë. Është tërheq fare nga kjo ide. Po këto nuk ndodhin në Turqi, Po domethënë te ky teksti këtu, ti e lexon dot? Është ç'a thosë, mos është ashtu drejtate. Udhëzimet e drejtërisë thon çështje fetare. Dashur miq. Po është shqip va. Më kanë caktuar Fortoria e Madhe xhamisë ndrojnë Namazian Tiranë shkon. Po pastaj poshtë apo poshtë është ide gjë po është turqisht. Se s'kam asyze është lart. Vetë statusi i turqisht. Po statusi është shqipam këtu. Po është sigurt që u turroq ky? Po mbasi filloi rrëmuja në Shqipëri, mbasi filloi reagimi shqiptar që refuzoi këtë pjesë, ky doli dhe tha jo, tha nuk do jem unë atje, tha dhe ka mbyll Facebookun tani. Seriozisht e ke? Por kupton ti që... Para rrëmuje pa parë? Po vlla.
këto dy lidra që ti mi ngarkon mua, mi bën kështu si Po janë e botës. Jo, nuk janë Po janë bërë karikaturë me këto Por janë sundimtarë. Por shiko çka karikaturë kanë prodhuar. Është gjithë loja këtyre dhe i ka ngel dobe 6 ndor. Po nuk ta pranon njëri Morçan. Po kush është ata njerëz? Po do ta shikosh Morçan, do ta shikosh. Nuk mund pranojnë shqiptarë. Më ti quhet hipokrit komunitetin mysliman, drejtuesit. Po e pesi Po janë besimtarët që do shkojnë atje po. A i ke parë besimtarët para disa muajsh që nxorën në kryetarin e komunitetit mysliman nga xhamia apo? S'ka ndodhur asnjëherë në Shqipëri. Do nxjerrin edhe këtë tjetër nesër më. Por çështja nuk është Morçani, ja ky që ka ardhur. Jo më ky imami shqiptar. Po, jo më këtë tjetrin të turkun. Po ti po iku ky. Po do vi më kurse kë është komplet fasad. A është bërë marrëveshje më që do jetë dhe këshilli që do ta drejtojë do jetë gjysma turk, gjysma shqiptar. Marrë më filmi tash. Origjinisht, ku ti intereson të gjëra përveç besimtarëve mysliman valla? Tani se unë dua të interesoj për një interes më të madh. Të intereson ty, intereson krishterëve, intereson laikëve, intereson ateistëve, intereson gjithë shqiptarët. Sepse feja ka një rol shumë të rëndësishëm në ekuilibrat social që bëhen në një vend. Po feja ku në Shqipëri nuk është burimore. Në momentin, po në gjithë botën. Edhe Liban nuk është burimore, po bëri luftë civile Libani për çështje fetare, atë që tha Kulla pak më herë. Sepse nuk është burimore pra. Po nuk është lidhja me burimore, fetë janë universale, edhe herë, nuk ka lidhje me atë pjesë. Fakti që nuk është burimore tregon që fetë në çdo vend morin karakteristikat e tyre lokale, cilat përshtaten me kultura tradicionale, kulturat vendase. Ndërkohë që ti po huazon një fe e cila nuk është pjesë e kulturës tënde. Nuk është pjesë e kulturës tënde, më mik. Pavarësisht ngjashmërive se këto plasën duke thonë ngjashmëria e madhe me Turqinë. Nuk kemi ngjashmëri me Turqinë. Ne kemi pas ngjashmëri me Perandorinë Osmane. Turqia është bërë shtet pas nesh. Turqia është bërë shtet 25-ën, 24. Ne jemi bërë shtet 12-ën. Dakor? Nuk mund të kemi në ngjashmëri me atë. Ajo trashëgon Islami turk nga Islami shqiptar? Po sigurisht ka Islami libjan nga Islami amerikan, nga Islami Sirian, nga Islami Saudian. Sepse po një ndryshim, ku ndryshon? Më thuaj një detaj ta kuptojmë ku ndryshon imami turk nga imami shqiptar. Nuk ndryshon. Përveç gjuhës, edhe një herë, nuk ndryshojnë rritet e faljes, po ndryshon bot kuptimi, sepse feja në momentin që bëhet pjesë e shoqërisë, ajo prek të gjitha elementet që formsojnë identitetin, që formsojnë kulturën atij vendi. Dhe kultura jonë nuk është e njëjtë. Kultura e Arabisë Saudite nuk është e njëjtë me Sirisë. Dhe kështu me radhë. Kështu që çdo religjion ka karakteristikat e veta që fillojnë që nga ndërtimi i objekteve të kultit. Për shembull, e ke parë për shembull xhamina e Tembeutit që ka element tradicional, çatina, ato gjëra të tjera. Këto janë pjesë kulturës pra. Mënyra si i qas. Kjo është osmane. Otomane. Tashi. Pra e rimori turku. Jo po vat, jam vjen. Po primo, nuk mund të dëgjoj. Origjinisht, nuk mund të kishim bërë një xhami më moderne, më që ta shive edhe unë me qef. Xhamia atëherë hape një problem tjetër. Xhamia është miratuar në planin francez. Unë kam qenë negociator atëherë në emër të komunitetit musliman, po jo të mund, dhe mund ta shikosh planin francez, e ka fituar një studio e një inxhinieri. Nuk është se ke parë projektin? Është bërë publik në projekt, është miratuar plani francez. Si ishte ajo? Perl. Ishte gjë tjetër komplet. E parë një herë që ishte moderne, sepse ne na duhesh një objekt kulti që ti rezistoj kohës, se ti nuk ke më vend, nuk e bërë ndërtu motin në xhamin në qendër Tiranës apo. Dhe ti duhet ndërtoja një xhami, kështu e menduam atëherë, që ti ishte moderne në kuptimin që të shkonte me zhvillimin e kryeqytetit. Që edhe ti, edhe një ateist, kur kalonte, mos e shikonte si shëmtim. Ta shifte si veprarti. Ishte shumë bravo. Ndërkohë që ajo ishte një vend fale, bravo. Ndërkohë që ishte një vend fale, ishte estetikisht e pranueshme dhe vlerësuar. Po, që mund të vutesh në një gjë si. Ajo ishte e tillë. Domthonë ajo kishte objektin e faljes, gjithë atë ishte. Kush ishte studio i kishte bërë? U bë një Edi Rama në atë kohë. Dhe kjo është që shkeli veten e vet me këtë që bëri, bëri një konkurs ndërkombëtar ku morën pjesë 100 studio më të mira të botës. Edhe bën dhe xhamin dhe e sponsorizoi Bashkia e Tiranës 300.000 euro atëherë. Po pra. Dhe brenda asaj ishte edhe xhamia. Po u bë projekt tamam? Arkitektura? 100 studio më të njohura të botës, po them. Kanë qenë projektet më të bukura që kanë ardhur. Dhe u zgjodh kjo e Hadidit, e kësaj arkitektes, që ishte me origjinë libaneze, me qa mbaj mend. Ishte, po mund ta gjesh edhe nëpër media, nëpër gazeta, ta shikosh. Ja, ta shoh diletë tani. Shifin edhe atë projektin e parë të xhamisë të. Tani francezë u bën maketë burr dhe ndeti kaq kohë. No, ma shifshi mos e gjem pak. Atë. Po. Dhe ajo ka qenë një arkitekturë, një projekt shumë i bukur, gjithë me atë kishte, gjithë me sallën e falës kishte edhe këtë muzeun e bashkëtesës fetare në Shqipëri, kopshti i pemëve që përmendën tekstet e shenjta, kishte shumë kuptim, kishte shumë art. Erdhi e djatha shqiptare, siç ndodh gjithmonë, e bllokoi këtë projekt dhe e hodhin
te namazgjau. Këtu filloi rrugtimi i xhamisë që kemi sot. Megjithatë, të mos merremi me këtë pjesë, Çani. Pritani, se mua mbajti më diku tjetër që ta bëjmë si bisedë. Se është interesante kur unë të ngret topa kështu ty, pa dashur. Ore, unë tani po e kuptoj molla. Një sekond. Më ndiq pak. Ore, mos ndoshta kjo është loja që po zbulua tani molla. E mban mend para sa ditësh doli Ramsi dhe tha brenda shtetit do bëjmë shtetin Bektashi, si Vatikani, si kjo si. E mban mend. Po. Para sa ditësh e tha që u çmend gjithë dynjaja, tha nga i erdhi. 3 javë kemi. Bukur. 3 javë brenda këtij muaji. Ishte brenda, jo, ishte shtator më duket. Po. Fundi shtator. Fundi shtator. Ore, mos do tani që po e mendoj unë, po kjo komplet një, po e them dhe për reflektim nga njerëzit që na shohin, se njerëzit që na shohin ne janë zakonisht njerëz të mençur, që e vën turën në punë. Ore, mos do ky e bëri këtë sepse e dinte që do plaste kjo bomba tjetër vëlla. Kjo që ndodhi dje. Dhe tha, të krijoj një ekuilibër. Ko tani po ta bëj si pyetje se unë kam hipotezë. Pra, ky e dinte reagimet që do kishte për këtë gjë, që janë këto flamur turq, njerëz në flamur turq, Erdogani që i bi Izraelit nga xhamia. Kjo xhamia që nuk është stilin e Ramsit. Ti mendon që ky gjyti muslimanëve dhe tha, ju jeni turqë dhe shkojmë te babai që të bëhemi shqiptarë dhe ta hapim shqiptarizmin botë. Jo, mor jo, lere se ti Jenë rregull, mor. Jo, jo, dua të them, mos është e bëri për balans. Pra, hodhi atë gjë, ua pllafi e kanë nga Izraeli, është e Izraelit, është projekti aty. Kot fare, s'ka gish fare. As Izraeli as Amerika, po. Unioni Evropian dolin deklaratë. Atëherë është ide e këtij se ky është pervers i niveleve të larta, valla. Një sekond. Dhe tani e tha atë, u mbush tregu mediatik me atë, ban papritur del kjo dhe kjo, nuk duke si një gjë aq e keqe, sepse Ramsi vazhdon akoma i hona e shtetit Bektashi, pra Islami moderuar. Ore, për Ramsin është në rregull, Ramsi është në krye të vëmendjes, është qendër të vëmendjes Ramsi. Ja ka arrit delirit vetaj. Ai me gur Ja ka arrit delirit. Unë po tregoj çfarë po prodhon Shqipëri kjo më. Ky është halli i madh. Po përveç teve ndoshta 10-20 vetave që janë si puna jote Eugjenis, që janë intelektual të midfield, janë teolog. Jo, nuk është ashtu. Dhe nuk janë të verbër. Shiko, të lutem. Ti je njëri medias, shikoj ndiqi mediat këto 2 ditë. Kanë shpërthyt gjithë kundër. Po dëgjoj. Dhe kjo është diçka e mirë. Media, shiko, nuk është, dëgjoj Ariani. Është e vërtetë më që media ka një rol të rëndësishëm shumë. Unë s'kam besuar kur, por me sa duket ka ca raste ku media vërtet ndikon. Po është indikator thua, ja vlen ta marrin këtë si indikator se media reagon sepse në përgjithësi mediat i bien dhe Ramsit. Dëgjoj. E bëjnë dhe kundër Ramsit. Qartë, që ta vend kryet vëmendje. Se kuptoj. Po unë di të them këtë, ajo që ndodh poshtë tek besimtarët është shumë fish më tepër se ajo që ke parë në media këto 2 ditë. Po ku pasi ta ndjen termometrin? Se ku si ta kuptojnë besimtarët thua ti nuk reagojnë. Kanë profesinë e tyre, ata janë hipokritë thua ti dalin thonë që ne ishim ftuar por nuk erdhëm. Po ky është problemi. Se momentin që ti besimtarëve i ke marr institucionin përfaqësues, i rras paralel dhe një institucion tjetër se ne sot kemi gdhime, dje kemi gdhime 2 komunitete fetare. Me 2 imam në një xhami. 2 komunitete fetare muslimane në Shqipëri, asnjëri nuk është shqiptar më çan. Ore, kjo është problemi më. Pse asnjëri s'është shqiptar? Po se këto janë gylenist, ky tjetri që erdhi do mbjellë erdoganizmin, ku janë shqiptarët? Po më këta shqiptarë janë o burr? Kush janë shqiptarë më? Jo, ky shqiptar është ky toni, mos i e ka emrin ky me mjek. Po lere se kjo është formulë kot më. Kjo është formulë që të vinte ai burri ujë dhe të priste shiriti, se nuk vinte po të ishin të tjerët. Po çfarë pritet ndodhi pas se ti thua formulë kot, është fake kjo e gjitha? Kto janë 2 grupet që do t'i shërbejnë ndarjes besimtarëve musliman. Pse? Më lejo ta them 2 fjalë, sepse dashje pa dashje po futemi ke erdoganistët dhe gylenistët. Sepse që sot futem atje më thuan po bëjmë shenjë. Po këtu jemi faktikisht. Ne u futëm sepse 2 imamët janë 2 ndarjet. Atëre plaset pyetja e tretë në ekran se kanë lidhje me njëra tjetrën atë jo.